Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha akuzoi qeverinë se ka zhytur vendin në varfëri, ndërkohë sipas tij propagandon vende imagjinare pune. I pranishëm në aktivitetin me rastin e 25 vjetorit të krijimit të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura, Basha tha se vetëm në muajt shtator-tetor të vitit 2015 janë pushuar nga puna rreth 75.000 punonjas. Problemit më të madh që ka sot Shqipëria dhe shqiptarët, atë të papunësisë, atë të shpunësimit, qeveria i qaset me shpotin cinike të propagandës dhe me aksione mediatike. Mos rritja për 3 vite me radhë e pagës minimale është pjesë e një politike që ka sjell ekonominë në deflacion, pasi fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. E bashkë me të qarkullimi i lekut. Lulzim Basha tha se kriza ekonomike dhe pushtimi i vendit nga krimi kanë bërë që shqiptarët të largohen nga vendi, duke u rikthyer shifrave të përafërta me eksodin e viteve 90. Për shkak të errësimit perspektivës në të gjitha drejtimet, shqiptarët e larguar vetëm gjatë vitit fundit janë baraz me popullsinë e Gjirokastrës apo të Beratit. Kryetari Selis Blu tha se Partia Demokratike është drejt përfundimit të programit qeverisës, që do të ketë në fokus rritjen e mirëqenies së qytetarëve. Dhe së bashku me ju, do të kalkulojmë mundësitë reale të rritjes pagave, sidomos të pagës minimale, e cila është praktikisht një referencë edhe për pagat e tjera. Kryetari i opozitës ju përgjigj shkurt edhe interesit të medias për reformën në drejtësi dhe akuzave të kryeministrit se Partia Demokratike po e bllokon atë. Është ditë e re, zoti Basha. Ditë e re avaz i vjetër për kryeministrin.